Se me qenë evlijata Allahu, djetarët islam kanë thonë, nuk do me thonë mësë me pas mëkate. Me po veliju i Allahut, ai cili ka miqësi me Allahun, afërsi me Allahun, i drejtohet atij, din me përmirësu raportin me Allahun xhelle xhelalu, çdo herë që e bën një mëkat, ai e mlon me një vepër më të mirë. Çdo herë që e bën një mëkat, ai shkon jep sadaka fshehtas. Çdo herë që e bën një mëkat, ai lidhet namaz dhe çan në dënes. Çdo herë që e bën një mëkat, ai e kujton dënimin dhe dalin për Allahun xhelle xhelalu. Dhe kështu është gjendja e besimtarit, sa shumë Allahu e don një person i cili lufton me efshin e vet, me shejtanin e vet, me të këqijat dhe fesadin që është sot, me haramin që e sheh, me senet që i ndëgjon, me muhabetet, me gibetet, me shpifjet, me shumë prej seneve që ndodhin, me coptimin e ummetit, këto sene që ka ndodhin, ti të mendohesh mirë, se Allahu është vigjilent. Allahu ma shë gjendjen time, prej kretë kësaj, Allahu vazhdon me të ndëgjue, sikur Muhamedi a.s. në gjendjen e luftës.